Drejtori I Diasporës, Ramadiana Nureddini. Window Radio. Përshëndetje të gjithë dëgjuesve të radios son. Përshëndetje të gjithë dhe mirë se keni ardhur në valët e radios këtë të diel të nxehtë të Korrikut. Unë sot kam kënaqësinë të kem të ftuar një person të veçantë nga një vend I veçantë. Sot kemi të ftuar Nevila Qeivanin, një shqiptare, një grua e fortë që jeton në diasporë, që është rikthyer në Shqipëri për t'u bashkuar protestës. Me të do të flasim për motivet që e kanë sjellë në këtë protestë dhe se si e shikon diaspora situatën në Shqipëri. Do diskutojmë gjithashtu se çfarë shtyn diasporën të angazhohet dhe pritshmëritë e saj nga institucionet shqiptare. Mirëmbrëma Nevila dhe faleminderit që pranove të jesh me ne sot. Mirëmbrëma dhe shumë faleminderit për ftesën. Është era e parë që jap një intervistë në radio. Shumë faleminderit Mariana. Faleminderit ty. Nevila, nga po lidhemi, nga po flasim neve të dyja sot? Unë jam si gjithmonë, si çdo natë që prej datës 25 qershor që kam zbritur nga avioni, nga udhëtimi im Toronto-Tiranë, me zëmrën këtu në protest, me shpirtin këtu, drejtova dhe erdha dhe që natën e parë dhe nuk mundem dot që ta lë këtë shesh. Edhe sot është nata e 11 që unë marr pjesë në këtë protest. Bravo. Mendoj që nuk ishin pushime të programuara, nuk ishin, domethënë, I vendosa sepse them gjithmonë që ka disa momente që ne duhet të vendosim në jetën tonë që të jemi, nuk është se na ndoqi ja dheu, na ndoqi sistemi, dhe sistemin e krijuam ne, apo të parët tanë, apo prindrit tanë, apo gjyshrit tanë, apo kushdo, por ne duhet të jemi këtu për adheun. Sot, në këtë ditë, jo vetëm unë, po të gjithë, nuk na ka asnjë faj adheu. Na I kanë politikanët që ne vetë I kemi zgjedhur, ne vetu ja kemi dhënë mirë besimin tonë dhe ata na e kanë hedhur në kosh, duke na e shitur adheun sot. E qartë. Pak minuta më parë më the që ndodhesh mbi piramidë, vërtet? Po, jam tek piramida. Jam tek piramida sepse është pak më larg protestës dhe atje domethënë dëgjohet shumë zëri I protestuesve, të gjithë që po flasin si dje dhe sot janë vetëm emigrantë të ardhur nga diaspora. Vetëm atyre po u jepet mikrofoni me qëllim që dhe ata të kenë zërin e tyre. Udhëtimi ishte I largët për çdo që ka ardhur dhe u jepet vetëm atyre. Unë kam folur dhe 2 herë të tjera, do doja të flisja natë për natë sepse hallet dhe problemet që ka ky vend janë pafund. Nuk mundesh dot dhe njerëzve u është lënë mikrofoni që të flasin dhe unë jam dakord që secili duhet të flasë çdo hall, ata nuk janë as politikan, nuk janë as orator, nuk janë as profesor, jemi emigrant, duhet të themi hallet tona. Kushdo që flet në atë vend ka atë respektin tim të veçantë sepse ka udhëtuar nga larg. Edhe sikush ka mënyrën e vet apo fjalën e vet, nuk duhet I paragjykojmë ose të gjykojmë për se si. Janë halle, janë njerëz të krijuar apo të larguar nga halli. Nuk janë të larguar me lekë të partisë apo të deputet lëkut apo të oligarkisë. Janë njerëz hallexhin, të gjithë në shesh. Qartë. Kush ishte arsyeja kryesore? Besoj se janë shumë Nevila, po kryesorja, ç'a të bëri që të merri avionin? Edhe ti ishe për disa ditë radhë, duke lënë, dim shumë mirë që ne në diasporë nuk është se kemi të thjeshtë të lëm punën, të lëm... Po, është shumë e vështirë, për shembull buri im ka lënë punën, unë e kam mundësinë që të punoj edhe nga shtëpia, po buri e ka lënë punën, dhe unë kisha vendosur që doja të kthehesha në Shqipëri një moment që t'jepja kontributin tim sepse fëmijët janë rritur, vjetu përfshiva me një parti politike nga të rejat, sepse nuk do e pranoja kur që t'isha pjesë e partive të vjetra, por gjithmonë thoja që patjetër duhet jem tani në këtë moment, e kam thënë dhe në një mesazh që kam dhënë për diasporën që adheu dhe mëmdheu na thëret si nëna dhe babai. Në momentin që ata mbyllin syt, duan të na lënë amanetin e fundit. Shqipërinë e kanë shitur.
Dhe kjo është shumë dëshpëruese. Nuk do vija për as një hall, as drita, as ujë, as probleme ekonomike, sepse është e pamundur që këtu të zgjidhen të gjitha këto probleme që janë krijuar në 36 vite. Po shitja e dheut është tradhtia ndaj gjithë shqiptarëve. Ai flamur është me gjak. E kanë mbrojtur të parët, e kanë mbrojtur gjithë rilindasit. Nuk mund ta lëm që të na shesin adheun dhe të na lënë pa një vend përvar, sepse të gjithë ne marrim vetëm një vend përvar, nuk marrim asgjë tjetër me vete. Dhe kjo ishte ajo që më shtyti që të vi këtu dhe i thash burrit ne duhet ikim. Isha, domethënë me shpirtin këtu. Nuk mundesha dot. Zgjohesha në mëngjes dhe nuk të mbante dheri, siç e thon. Nuk të mbante vendi. Nuk mundesha dot. Sa e qartë. Të them të drejtën, siç e the dhe ti Nevila, e the pak më përpara që si kush ka ato motivet e veta. Edhe unë domethënë në një pikë edhe unë vetë domethënë kisha motivin tim, unë kur kam parë tërheqjen zvarr të atij protestuesi në Vlorë, ishte shumë, nuk e di se ç'a ndodhi, po me të vërtetë ishte e patolerueshme. Dhe për mua, siç the ti, drita, uji, jemi mësuar, sepse ne jemi mësuar pa drita, pa ujë akoma në 2026-ën. Po ne mjafton si popull të kemi partinë. Po, të kemi mirë, të kemi mirë partinë edhe mos kemi ujë. E siç the dhe ti, domethënë që ishte diçka që me vërtetë edhe për protestën e rjallit para parlamentit. Në fakt ajo ishte edhe një pyetje tjetër që doja të bëja nëse ke marrë pjesë në një protestë tjetër. Edhe si e shikon ndryshimin? Përshtyem shumë politikisht sepse mendoj që politika nuk duhet jetë më ajo që ka qenë, nuk duhet jetë përçarse, ne duhet jemi këtu për çdo padrejtësi, kujdo që i bëhet, i majt, i djathtë, komunist, ballist, i të gjitha ngjyrave. Nëse ne nuk jemi për çdo padrejtësi, ne do shtypemi me këmbë dhe nuk ke dinjitet më si popull. Dhe unë mendoj këtë që i kam qenë për protestën e armëve kimike, që ka qenë dhe ajo një protestë shumë e bukur, edhe pse u bë protestë, edhe pse ajo përfundoi domethënë me dhënien që armët kimike ishte thjesht një lënë, Sarina, por prap ajo është varrosur në tokën shqiptare dhe ne nuk e kemi marrë vesh që ajo prap është varrosur, sepse kjo politik bën gjithçka, bën arrin domethënë çdo marrëveshje vetëm që të jetë kundër popullit dhe kundër Shqipërisë. E qartë. Nevila, ke marrë pjesë në shumë protesta, siç edhe imagjinoja. Çfarë ndryshimi shef tek kjo e fundit? Edhe çfarë shpreson që të ndodhi mbas kësaj lëvizje kaq të madhe që nuk kishte ndodhur ndonjëherë në Shqipëri? Kjo është më e bukur sepse është pa parti. Kjo është partia jonë në Shatdheu këtu në Shesh, për të gjithë njerëzit. Kushdo ka hallet e veta. Edhe një fëmijë i vogël që qanë aty në mes të protestës që thot dua akullore ka problemin e vet, do akulloren, proteston për atë që do ai. Por kjo është pa parti. Dhe është protestë paqësore, shikon fëmijë, shikon njerëz që janë të kulturuar, të edukuar, nuk lën asnjë gjë, asnjë mbeturi, domethënë është si një dorë magjike. Nuk e di, nuk mund ta shpjegoj dot sepse e shikoj sikur ka. Kur i largojmë nga protesta, dua të jem këtu. Domethënë është si një vend i mirë, një vend i shenjtë, dhe është ajo fryma që çdo njeri është i qeshur, çdo njeri nuk ka dhunën. Dhuna nuk është fare në këtë protestë. Unë nuk dua të di fare se kush e organizon, kush janë agjenturat nga pas, kush janë njerëzit që paguajnë dhe nuk shikoj që paguajnë. Unë po të them, Arediana, njerëzit më të bukur që unë kam parë në këtë protestë është Agron Jemini që valvit flamurin pa pushim. Vërtet. Është Adi Gaxha që ri me karocën 36 ditë në krah të podiumit. Është i sëmur, marrin shumë pak ndim. Është Osman Stafa që çdo ditë e ke në onkologjik dhe jep problemin e shqiptarëve. Raporton. Është Altin Hila me fëmijën e sëmur që
Që e kanë edhe arrestuar dje për fatkeqësi. Dhe rahën e dhunuan policia jonë që duhet jenë vëllezër i tanë, nuk është as grek, as serb, as iranian, as izraelit. Është vëllai ynë shqiptar, nuk rrihen. Edhe sikur të shkatrojnë makinën, çdo vend në botë ka protesta të dhunshme, ka dhe provokime, ka dhe njerëz që nuk e duan që kjo protestë të vazhdoj, por fryma që ka kjo protestë, unë nuk e di, është si të shkosh në një vend shenjtë. Është shumë e bukur, unë nuk dua të largohem. Një ditë kam shkuar në Vlorë, që takova mamin, sepse kam 83 vjeçë, do thoshte, moj bi erdhe në Shqipëri dhe as nuk më takon, dhe i thoja buri, do ikim prap. Nuk të rrihet, domethënë. Nuk më rrihet. Besoj se ky do jetë edhe shpirti shumë personave të tjerë, sepse me shumë kënaqësi shohim që sheshet janë për ditë plot. Nuk i nxjerr asnjë, nuk i paguan asnjë, nuk ka asnjë. As turk, as iranian, as grek, as gjë sipas te. Nuk ka asgjë. Ju afrova një ditë atij të flamurit dhe i thash, të lutem, është vetëm nga kënaqësia ime, njerëzit i sjellin ujë, i sjellin pije, i thash të jap diçka në asnjë mënyrë. Kjo është detyra ime, tha, që të valvit flamurin. Dhe më ka bërë për të qartë, sepse më tha, nëna më ka vdekur e sëmur, vllai më vdiq i sëmur, baban e kam të sëmur dhe gjithë ditën shpërndaj ujë nëpër lokale në Tiranë dhe në darkë vjen aty pasi i ka dhënë babait ushqim. Dhe kjo është, nuk e di, fryma, kjo frymë na mban aty. Këta janë heronjtë e heshtur. Po, që e duan atë dhe unë. Edhe dhuna ndaj tyre është e patolerueshme, siç e the edhe ti, protesta ka kudo dhe dhuna është me të vërtetë e patolerueshme kundër protestuesve, sepse edhe protestuesit nëse do quhesh dhunë, po i godasin me vezë. Kudo janë goditur me vezë. Të gjithë politikanët në vendet më demokratike, në vendet më të avancuara. Ju bën pis makina, politikanëve tanë që i lajnë me 10.000 euro në muaj çdo makinë nëpër lavazhot nëpër Tiranë. Ju bën pis makina, prapë në lekët tona i lajnë, prapë me lekët e shqiptarëve i lajnë. Me ne emigrantët që e kanë çuar valutën në gjendjen më katastrofike. Thyen euron, thyen dollarin kanadez, leku shqiptar ka arritur një çmenduri, domethënë prapë ata po e shfrytëzojnë pikën e ardhjes së emigrantëve, duke ulur, duke zhvlerësuar valutën që ne fusim brenda vendit tonë. Prapë ata ne po na shfrytëzojnë, edhe pse vinë për protestën, uji kalon në lumin atyre, sepse ne thyejmë valutë çdo ditë dhe çdo ditë valuta jonë, ajo që sjellim ne nga emigrimi, është gjithmonë më e ulët. Edhe është e kohë që nga taksat tona paguhen. Po. Edhe jemi ne që e mbajmë atë vend me taksa edhe me ça ne çojmë gjithmonë. Jo me vetë, por unë do të thoja edhe me jashtëqitje, ne mund t'u aqëllojmë dhe kemi gjithë të drejta tona që t'u aqëllojmë atyre. Makinat. Edhe nuk mund të na akuzojmë për dhunë. Po. Nevila, si e ka përcjell media kanadeze këtë protestë? Flitet nga mediat kanadeze për protestat shqiptare? Flasin, po më shumë janë rrjetet sociale. Gjithmonë janë mediat, ne kemi një media në tonën, që është pasqyra shqiptare dhe Ili Lena gjithmonë ka qenë këtu në protestë. E ka pasqyruar, gjithashtu ka pasqyruar dhe protestën tonë në Toronto, që organizuam 3 protesta, unë nuk mora dot pjesë në protestën e 4 të shtunën e kaluar, dje, po u lidha me organizatorët, po, jo, isha dje këtu dhe u lidha me organizatorët e protestës, por ka marrë jehon, ka marrë shumë jehon. Kur unë dilja me bluzet me flamur në për Toronto, më thoshin, jemi shumë të emocionuar me atë çfarë po bëni ju. Edhe nacionalitetet e tjera dhe njerëzit që na njohin, domethënë ka marrë shumë jehon, është në çdo media, algoritmin e tij ne kemi shkatruar. Sepse ai problem ka vetëm algoritmin. Të tij ne kemi shkatruar dhe yni është më i fortë. Dje ka bllokuar internetin. Për shembull, po të lidheshim bashkë dje, nuk do mundeshim dot sepse interneti ishte i bllokuar në shesh që mos jepej live. Vërtet? Po. Domethënë edhe këto vogëlse edhe këto. Nga ora 8 deri në 10 ata bllokojnë internetin. Kur vjen diaspora. Të mërshme. Por ishte plot.
do me thënë nuk kishe mundësi që të kaloje. Po pse mendojnë, pse nuk kulen në një tavolinë me protestuesit? Pse mendojnë se do jenë këto zgjidhjet Nuk kanë, e problemeve dhe të hallëve? Protestuesit nuk pranojnë dhe është diçka që e thash dhe pak më parë, sepse nuk ka një kokë organizatore, nuk është, akoma nuk, do me thënë, janë njerëz që mundohen aty të ndihmojnë, të japin kontributin me mikrofonët, me fonin, gjithçka, por nuk ka dalë akoma, janë mbledhur disa persona që kanë krijuar atë kuvendin dhe japin ato pikat, kërkesat dhe sulmojnë dhe fillojnë u bëjnë biografin. Të shqiptare ka nga një, siç i thoshte gjyshja ime, një kleçk. Dhe ti nuk mund të thuash, nuk mund të thuash që ai është i keq, që organizon sepse për krah Iranin, apo sepse është me Kerçe, apo sepse kanë një hall, kanë një problem, kanë kërkesat e tyre. Nuk mund të nxirren dhe të bëhet biografia dhe të dalin gjithë përfaqësuesit e PS-s si një për cilin një mesazh, po të njëjtin të gjithë, sepse ju jepet urdhër. Ne jemi gjithë të lirë dhe shkruajmë secili atë që mendojmë ne vetë. Mua nuk më jep dot urdhër askush që të shkruaj mendimin tim apo opinionin tim. Kurse ata duken që janë të gjithë të njëjtët. I shikon të gjithë patronazhistët që komentojnë, për shembull personin që mund që dha kërkesat që kishin për këtë, nuk ka negocim, nuk do ketë negocim, është pjesë dorëheqje, e pa negocueshme. Duhet i jap dorëheqje. Po, nuk mundet. Si do shkojmë në Vila sipas teje, si do shkojmë në dorëheqje, nëse ai nuk jep dorëheqje, si do vazhdohet gjithë ditën kështu? Problemi, këtu janë të vendosur që do vazhdohet, duhet i jap dorëheqjen dhe kushdo që të vi duhet të anullojë gjithë ligjet që ai ka vendosur më para, do me thënë me pushtetin e tij absolut, sepse ai ka krijuar një pushtet të tij absolut, nuk ka president, ai nuk do të di për askënd. Kur vendos sultani, të gjithë duhet i shkojnë pas. Dhe duhet të anullohen të gjitha ligjet që janë bërë për shitjen e Shqipërisë të huajve. Sidomos 21. Dhe dje toleronim sepse ishin oligarkët pas këtyre dhe nuk dim dhe kush janë kaq të fuqishëm këta oligarkë që blejnë çdo vend me 1 euro metri, kur mua gjyshi më ka lënë 360 hektar dhe nuk ka marrë as 1 metër, as një ulli, edhe unë do doja të blija me 1 euro metrin e pasurinë e gjyshërve të mim, me qënë se nuk ma kanë kthyer, as 7501, as koha, du me thënë që është dhënë, tani hapen paketa malesh, paketa detesh, paketa fushash, paketa lagunash, po, dhe gjithë shka jepet me 1 euro. Ne jemi pronar, që na quajnë akoma ish pronar dhe nuk kemi marrë asgjë. Të gjitha ligjet duhet të anullohen. Të qeveri që të vi, duhet të anulloj. Pse nuk u jepet shqiptarëve dhe pse jepet Vlora një artisti, një aktori turk? Një aktori turk i dhurohet. Edhe protesta doja të theksoja dhe diçka më Diana. Protesta, do me thënë, kaloi në një fazë të tillë që menjëherë ishin shkaku të rreshja zvare personit në Zvërnec, pastaj u bë flamingot, do të thotë që flamingot e patën fajin që ngritën këtë protest, që s'kan asnjë faj sepse janë qenie shumë të bukura dhe na vizitojnë Shqipërinë. Kurse dhurimi i Sazanit, do me thënë, përse i dhurohet një ishull dhe gjithë mediat e kanë transmetuar që Ivanka Trump edhe Kushner kanë blerë Sazanin, ai ishulli është dhuruar prej Edi Ramës. Dhe ata kanë dalë me zë dhe figurë duke e treguar. Ivanka e tregoi në forum prallë, sikur zbriti dhe gjeti një tokë të pashkelur dhe ishte ajo po, kurse burri saj e tregoi domethënë në mënyrën e saktë se si ky kryeministri ynë dhuron një ishull që është strategjik, sikur ja ka lënë Aneta dhe Kristaqi për ta dhuruar, kur ajo është tokë e shqiptarëve, është toka jonë, është pika jonë strategjike, nuk dhurohet. Asnjë nuk duhet të guxoj që ta dhuroj atë ishull. Është yni, nuk mund të japi tokat tona pa transparencë.
por dhe me transparencë është toka jonë, tokë shqiptare, nuk mund ta dhurosh. Dhe kjo u bë, domethënë, jehon në përgjithë mediatike dhe zvërnetësi gjithashtu ju është dhënë oligarkëve dhe ju është dhënë narkotrafikantëve. Nuk është e vërtet që ai ka paraqitur projekte dhe ka bërë. Këto janë dhuruar, janë dhënë pronat, është marrë karta e Shqipërisë në tavolinë dhe është coptuar si çdo ai. Dhe e bën të pamundur jetesën e shqiptarëve me qëllim që të gjithë të largohen dhe ai të bëhet zot i tokave tona. Ai e ka premtuar këtë tokë, ai e ka premtuar këtë Shqipëri, që duhet i vi fundi. Nuk mund të tolerojmë. Ndaj, ne të qëndrojmë të gjithë aty. Ndërsa në të njëjtën kohë shqiptarët mbredhin gjyqjeve, mbredhin kadastrave për të patur atë të drejtë legjitime. Unë e kam vuajtur edhe vetë, kam mbredhur kadastrave. Akoma ne kemi me certifikat pronësie dhe nuk kemi marrë asnjë metër nga prona e gjyqit tim. Kurse oligarkët Zamir Mane e Kastrati marrin me 1 euro metrin. Të gjithë marrin me 1 euro metrin. Përse unë mos të marr tokën time? Që më takon, është imja, e kanë bler të parët e mi, nuk e kanë pushtuar, nuk e kanë vjedhur, e kanë bler. Sakt. Nevila, diaspora, sa e rëndësishme është në këtë moment? Sa e rëndësishme është ngritja e zërit edhe për ne që jemi jashtë, domethënë, të vim në ndim, sepse e dim që filluan ata në Shqipëri. Por unë do sugjeroja që në këto momente ne jemi tani në shesh dhe do duhet që sikur mundësisht çdo fundjavë që të vi diaspora, edhe pse është në të mirën e tij që i hyn valuta në Shqipëri dhe kjo është tamam i shkon uji në mullirin e vet. Por unë mendoj si mendimi im, do me thënë, ne duhet të prisnim të gjitha burimet financiare e vendit tonë. Duhet i prisnim, sepse ne kemi ushqyer pensionistin që merr atë pensionin mjeran, që nuk i mjafton as për një bukë në ditë, në nësime nuk i mjafton ai pension, as për të kuruar, as për të paguar ilaçet, janë në një moshë të tillë, jo më që ti vësh dikë që ti shërbej apo ta mbaj. Ndaj ne kemi ushqyer pa dashje këtë sistem duke dërguar lek në Shqipëri. Do ishte, me thënë, edhe komuniteti evropian në të njëjtën kohë duhet të di dhe duhet të marrë vesh të vërtetat çfarë ndodh në këtë vend. Nuk është thjesht çështje flamingosh, nuk është thjesht çështje, është gjithçka. Janë 36 vite politik të gabuar, që ne e kemi ushqyer, se sistemi nuk krijohet nga hape syt dhe është krijuar ky sistem. Ne e kemi krijuar, ne e kemi kancerizuar duke e lënë, do me thënë, ti ndihmojmë se na vjen keq, tu dërgojmë 5 lek njerëzve sepse të rregullojmë shtëpinë dhe këta kanë vjedhur. Dhe njëkohësisht komuniteti evropian, dhe njëkohësisht komuniteti evropian, fondet që jep, këto fonde që kanë dhënë dhe këta i kanë vjedhur, duhet të kërkojë llogari. Ne nuk mund të na kthehen më pas. Ne nuk mund të na kthehen më pas. Gjithë minierat, gjithë bitumi, tani ju dha Bilishti, ju dha një firme amerikane, nuk di kujt firme i është dhënë, që erdhi i takim ambasadorja, ky duron gjithçka sikur e ka pronën e vet. Do me thënë, ne nuk marrim asnjë gjë si popull. Është dhënë porti i Vlorës Zamir Manes me 1 euro, Bashkia e Vlorës nuk merr asgjë pas. Ti kur dhuron në çdo vend të botës, kur ti jep një të mirë që është e përbashkët, një pronë e përbashkët, ti je aksioner si bashki, ti duhet të marrësh pjesën, do me thënë, për të rritur mirëqenien, për të rregulluar infrastrukturën e vendit. Nuk mund të dhurosh gjithçka njerëzve që ty të paguajnë si kryeministër, ty të mbajnë në pushtet si kryeministër. Dhe njëkohësisht ne duhet të ngrëmë zërin në Europë. Fondet që i jepen këtij do i paguajnë fëmijët ta nesër, do i paguajnë në formë borxhi, do i paguajnë në formë, do me thënë, duhet të gjendet një mënyrë komunikimi. Diaspora është ajo që duhet të përcjell zëri. Nuk mund ta përcjell ai pensionisti që është në fushë dhe nuk i shiten domatet apo pjek misrin
Dhe apo sot në rrova dhe duke nëna ardhur, ime që janë pensioniste që mezi nuk e përcjellin dot ata dhe janë të dalë nga një sistem komunist që thonë ne kështu kemi lindur, kështu kemi jetuar, ne kështu do vdesim. Ata nuk mund të bëjnë dot gjë. Ne s'bëm dot gjë, po ne u kemi lënë një barë shumë të rëndë fëmijëve tanë në këtë moment që të zgjidhin. Dhe unë këtu në shesh shikoj një rini shumë të bukur dhe shumë të përgjegjshme, që thotë ne do e bëjmë në mënyrën tonë. Ndaj duhet i lëmë, të vjetri duhet ikin, të largohen. Të japin dorëheqjen, apo të shkojnë në burg, apo të shkojnë para drejtësisë, duhet të largohen urgjentisht. E sakt, në fakt, kur filluan protesta ditët e para në vila, e duke parë gjithë ata të rinj, na lindi pyetja, po ku ishin? Ku ishin gjithë këto kohë? Ishin dhe ne i bullizonin fëmijët tanë, ngelet në celular, ngelet në kafene. Nuk rrinin në celular kot. Jo, na kanë dëgjuar dhe sot ne thjesht duhet jemi mbështetje për ta. Që ata të bëjnë këtë që duan ata. Duhet thjesht ta rrëzojmë, pastaj le ta marrin rinia, ta marrin njëra ata në dorë. E rrëzuam në vila, po pastaj si kush do ta marr? Kush ta marr? Rinia kush? Mendon se diaspora duhet edhe të ketë një përfaqës ose sipas te ka njerëz aty të gatshëm që ta marrin këtë situatë, sepse është e imagjinojmë që u rrëzua, po pastaj siç thotë edhe ai vet, ja i ka unë, po pastaj ç'do bëhet? Domethënë, nuk kemi ne në gjendje. Ne do të çlirohemi nga kanceri që e ka kapur këtë Shqipëri. Dhe ka njerëz shumë të mirë dhe ka njerëz me profesione që din të drejtojnë dhe duhet i zgjedhim. Ne i njohim njerëzit. Ne i kemi komshinj ata të mirët, ne i kemi komshinj ata të ndershmit, i kemi nëpër familje. Unë po të them vetëm një shembull, unë kam 3 fëmijë. Unë di nga të 3 fëmijët janë të ndryshëm, unë di nga ata kujt i jap financa dhe kam besim të verbër. Unë di kujt i jap drejtimin e një pune dhe kam besim të verbër. Do me thënë, ne i njohim të aftin, ne nuk e duam të aftin e luftojmë. Dhe kjo është e keqja jone e shqiptarit. Që ne të aftin e luftojmë dhe ngrëm zeqinet, ngrëm hajdutet, ngrëm berlindat, ngrëm njerëz që janë pa shkollë, që kanë ardhur vetëm me njohje, vetëm me mënyra të ndryshme janë ngritur aty ku janë. Dhe na vjedhin çdo ditë. Unë mendoj që ne i njohim njeriu e ndershëm, ne i dim kush janë ata që kanë aftësi, kush punon mirë, kush nuk vjedh, sepse e dim shumicën gjithë botën ka korrupsion, por jo si në vendin tonë. Nëse në botë vjedhet 10% apo mund ta themi, mos të themi fjalën vjedhje, po përfitim në një mënyrë më të moderuar, po, por ne dim që ka përfitime dhe njerëzit janë të tentuar që të marrin diçka më shumë për veten, sepse është ajo zhvillohet e njeriu, ajo mënyra se si të bëhesh gridi, thonë, bëhesh i babzitur, do diçka më shumë, thua pse mos ta kem unë, sidomos këtu në Shqipëri kur i dëgjoj dhe i them, po si ka mundësi që blen një çantë Hermes apo blen unë kam 30 vjet që punoj në emigrim. Si mund ta blesh, domethënë, tu me rogat normale. Edhe thonë, pse mo? Ajo budallachka, ajo është drejtoresh edhe është budallachke dhe merr vjedh më shumë unë, pse mos përfitoj diçka? Domethënë është ajo mendësia që unë duhet të përfitoj sepse ajo më lart përfiton, ajo vjedh. Kështu që duhet të zgjedhim njerëzit e mirë. Jemi në një moment tamam pika zero. Duhet të heqim të politikë të vjetër dhe të zgjedhim njerëzit e aftë. Njerëzit pastaj, kjo protest tregon që nesër ne jemi u zgjuam, ne nesër do hedhim poshtë atë tjetrin që do na vjedh prapë. Mendon se tani dim të zgjedhim në 11 maj, nuk ditëm të zgjedhnim, sepse ne forcat të reja i patëm si të majt e të djathtë, i patëm të reja edhe në 11 maj. Përse zgjodhëm të njëjtat? Unë isha një nga kandidatet për Partinë Mundësia në Vlorë. Pse? Sepse
Në Vlorë akoma apo në çdo qytet vepronin bandat. Vetëm po të kishe lidhje me bandat. Ti mund të bëhesh e deputet. Dhe këtë kanë treguar deputetja e Burgut, shumë deputete që janë të bandave. Ne kemi një sistem që është jo i kalbur, i kancerizuar, do me thënë është tamam stadi i fundit, nuk i nevojitet më kemioterapia. Kështu që tani frika është vrarë, shumë njerëz kanë dalë, edhe nga administratat, kanë dalë në protestë. Më para nuk guxonin të dilnin. Edhe janë akoma në punë? Ndoshta kërcënohen, kanë mesazhe, marrin mesazhe, por po e shikojnë që po i vjen fundi. Po ju vjen fundi, fshihen. Nuk mund të dalin dot më në popull. Edhe kur rinë në një lokal, rinë me kapele. Ne i shikojmë njerëzit. Kanë frikë. E Vila, unë besoj se përfshirja jonë, domethënë si diaspor, po them, në këtë kauzë, e ka bërë sipas meje më të dukshme këtë kauzë në nivel ndërkombëtar. Edhe ajo që doja të dija, ç'a mund të bëjmë neve më shumë se këto protesta. Të informojmë botën çfarë po ndodh këtu. Vetëm ajo është e vetmja informacioni, që nuk janë thjesht tu njerëzit thjesht vetëm për Flamingo, apo thjesht për Sazanin, apo thjesht janë 36 vite korrupsion, 36 vite vjedhje, 36 vite marrje në përkëm, 36 vite që shqiptari ndiqet nga vendi i vet. Do të thënë duhet të informohen, gjithçka duhet të dinë. Bashkimi Evropian duhet të informohet që këtu nuk është më një kast politike, është një kast që popullin e shkatroj. Dhe po na merr atë unë, kjo është thirrja që unë i bëj, domethënë gjithë diasporës, nuk është thjesht çështje dhënie në koncesion apo zhvillim, nuk është zhvillim, është shitja dhe dhurimi i adheut ton. Në këtë mes. Me sa di unë kanë në këto protesta kanë marrë pjesë edhe disa europarlamentarë. Po, kanë ardhur shumë europarlamentarë, shumë televizione shpërndajnë, shumë rrjete sociale shpërndajnë protestat. Në Itali thonë që ne po marrim shembull dhe Giorgia Meloni anulloi projektin risortet që ishin firmosur për në Sardenja, sepse populli u ngrit njësoj si vëllezërit tanë shqiptar, thanë. Ne do ngrihemi, na mësuan si të protestojmë. Në fakt, akoma këtu në Itali, media publike nuk transmeton protestat tona, por se që ti pak më parë, rrjetet sociale flasin shumë dhe frika e tyre ishte pikërisht kjo, që të mos ndodhte ajo që ndodh në Shqipëri, anulluan projektin në jug të Italisë. Dhe kjo ishte. Po, rrjetet sociale janë fushia sot. Sepse për fat të keq logjika e përfitimit, e profitos nuk është vetëm në Shqipëri, është në të gjithë botën. Unë sapo jam kthyer edhe nga një forum ndërkombëtar dhe kur unë në atë moment kur u prezantova, se s'po vinte as fjala, edhe tham Albanian, kanë shpërthyer të gjithë me duar trokitje, domethënë edhe kur flas më dritet trupi, sepse me të vërtetë aty e ndjeva madhështinë e popullit tonë, dhe madhështinë që i ka dhënë kjo protestë, sepse me të vërtetë mendoj pak, ishim të njohur, shumë njerëz janë me sakrifica, kanë kaluar atë kalvarin e emigrantit, shumë edhe kanë bërë, domethënë, veprime jo të hijshme në përbot, por prapë ne sot unë mendoj që jemi populli më i bukur dhe më i zgjuar, dhe u zgjuam. Më në fund u zgjuam. Më në fund u zgjuam. Po sjell atë shprehjen e Ismail Qemalit. Një fëmijë që flë rritet, një popull që flë vdes. Edhe është edhe një nga sloganet që kjo protestë domethënë e përçon në shumë çdo ditë e shohim. Unë do doja të ishe këtu. Unë do doja vetëm një ditë të merrje pjesë që të ndjeja atë energjinë që ka kjo protestë, marshimi, nuk iki dot, nuk largohem dot. Do vim tani nga Korriku, se kemi bërë, domethënë, në fakt kemi bërë bileta që para se të ndodhte dhe i kemi gati nga mesi Korriku, do jetë dhe unë aty, përdesa do ketë akoma. Do jetë kënaqësi të takohemi.
Mos ke dhënë dorëheqje se pastaj s'do ndi atë Presojmë. atë sensacion. Presojmë shumë. Do festojmë. Prap do festojmë në shesh. Kështu kemi vendosur që do dalim në shesh e do festojmë. Edhe në pas dorëheqjes. Çdo natë do festojmë. Edhe pasi dorëheqja t'jepet. Ne do festojmë këtu në shesh. Edhe do zgjedhim më të mirët. Do zgjedhim njerëzit më të mirë. Po nuk, ti thua do zgjedhim më të mirët, po na lejon kodi ynë zgjedhor të zgjedhim më të mirët? Apo do bëjmë prima më përpara? Nuk na lejon, por unë mendoj që zgjidhja do vi. Do vi momenti dhe do përmbysim kodet zgjedhore që kanë krijuar këta. Ka kod zgjedhor që na ndalon, domethënë. Po, sepse nuk mund të vendosin vetëm këta për ne. Tani vendosim ne për ne. Okej, Nevila, ishte kënaqësi të flisnim për protestat me ty, se e ndjem atë që ndje edhe ti. Një mesazh të fundit para se të kalojmë në një pjesë dytë ku do flasim pak për Nevilën dhe për udhëtimin e saj jashtë vendit. Çfarë do t'i thosh ata që akoma nuk janë të interesuar për këtë protest, akoma nuk marrin guximin të dalin apo ta mbështesin edhe me, ndoshta edhe pa dal, po të paktën ta mbështesin. Çfarë do t'i thoje? Do të thoje këtyre personave? Unë mendoj se kanë një motiv dhe ata që nuk duan të dalin. Kanë edhe, do me thënë, është si një propagandë, si një janë të detyruar shumë, administrata sidomos janë të detyruar sepse janë të lidhur pas bukës së gojës, siç thonë dhe vetë që na ndërpritet rroga. Shumë nga ata e besojnë verbërisht, që ky do i çojë para, flamujt e kongreseve dhe ky është vizionari dhe drejton dhe botën, po të ketë mundësi, po t'i jepet mundësia. Do me thënë është ai mendimi i verbër. Por unë do thoja që mendoni fëmijët që të mos ju ikin më në emigrim. Vetëm kjo është për njerëzit, për ata që jetojnë këtu në Shqipëri. Unë nuk do doja më që asnjë i ri nga Shqipëria të ikin në emigrim. Kur ne kemi një vend të mrekullueshëm. Kam qenë në shumë vende të botës, kam vizituar, kam pasur mundësinë që të shkoj dhe në Singapur sepse doja të shikoja se si ai vend kishte ndryshuar. Kishte qenë më keq se ç'jemi ne sot. Dhe nuk ka asnjë lloj pasurie natyrore, por ka, domethënë, është Zvicra e Azisë. Dhe për ata që janë jashtë, diaspora prap nuk duhet të mbështesë këtë qeveri, këtë politik, sepse janë jashtë dhe e shikojnë ndryshimin se çdo të thotë jesh në emigrant, çdo të thotë të jesh në botë, të jepen mundësitë, të jepen gjitha mundësitë. Ti mund të bëhesh gjithçka. Po ke aftësi dhe po ke merita, mund të bëhesh edhe ministër në një vend të huaj. Përse fëmijët e tyre mos të kthehen atje dhe ta duan këtë vend dhe të vinë dhe ta rregullojnë? Kështu që janë motive, domethënë ne duhet të shikojmë fëmijët, jo veten tonë më. Vetëm për të ardhmen e tyre ne duhet të ndryshojmë këtë vend, duhet të ndryshojmë. E bëm krenar me këtë protestë paqësore, duhet të ndryshojmë mendsinë e njerëzve. Domethënë rinia nuk duhet të largohet dhe rinia jon nga diaspora duhet të kthehet. Nevila, mesazhet e tua më lindin pyetje të tjera. Përveç administratës, siç e the pak më parë, domethënë frika e gjitha, është një pjesë e popullsisë që është skeptike, duke thënë për faktin që që thonë që edhe protesta, domethënë ja është lodhur, as protesta nuk do të na sjellë një zgjidhje reale. Çfarë mendon? Çfarë mund të thosh e këtij? Se s'kan besim, sepse këto 36 vite njerëzve u vrau besimin. U vrau besimin. Ky sistem u vrau besimin. Nëse besimi ju ka vdekur, atyre ti nuk u angjall dot më, asnjë mesazh nuk u angjall dot më besimin. Unë mendoj tek ata që kanë pak dyshim në veten e tyre, duhet të thonë që ky sistem, ky na bëri që ne të mos kemi më besim as te një forcë tjetër politike, as te këta të rinjt,
as tek njerëzit që janë intelektual dhe kanë një profesionalizëm dhe mund të na drejtojnë shumë mirë dhe nuk kanë besim tek askush më, nuk ka, domethënë nuk ka ikur ajo ndjenja e besimit tek kushdo, nuk mund të bësh dot asgjë atyre njerëzve. Unë harxoj energjinë time duke u folur, duke ju përsëritur që kanë qenë vende më keq se ne dhe janë bërë, sepse është ndryshuar sistemi, është ndërgjegjësuar njeriu. Ti kur ke një njeri të sëmur, vetëm atje ty, domethënë kur ti e shkon e paguan që ta shërosh atë njeri, ti e ke ushqyer këtë sistem me korrupsion. Kur ti do një nder apo një dokument dhe jep lekun, ti e ushqen këtë sistem. Do të thotë që ne duhet të rrisim ndërgjegjën tonë. Si popull. Qartë. Nevila, në këtë moment ka ardhur, në këtë moment në Si Radio, kemi 5 minuta pushim për të pirë një gotë ujë, nuk e di nëse ke në shishe ujë me vete, sepse ke folur më shumë, gati një orë, të duket pak, po kaloj gati unë nuk kam problem. Nuk kam problem, jam e kënaqur që jam përballë këtu bulevardit dhe po i shikoj. Mirë që i shikoj. Nuk kam aseti asuri. Emocionet e tua arrin deri. Shumë faleminderit. Nëse dëshiron, ne do me thënë të përshëndesim me një këngë që e ka zgjedhur tekniku Ledi. Dhe do të kthehemi sërish mbas këngës për të folur pak për Nevilën, edhe për çfarë të dëshirosh apo ndonjë mesazh që ke dëshirë, ndonjë mesazh tjetër që ke dëshirë të na japësh. Po, shumë faleminderit. Do ju pres. Faleminderit. Ja ku rikthyem sërish, Nevila. Kjo ishte përshëndetja jonë për ty. Shumë faleminderit. Ishte këngë zgjedhur nga krajinës time. Ndërkohë që në sfond kishim këngën Labe, me që ti je nga Labëria, ti ke lindur në Selenicë. Po, dhe kemi krijuar, kam lindur dhe rritur në Selenicë të Vlorës, kam studiuar në Selenicë deri në moshën 18 vjeçare. Dhe doja të thoja edhe këtë pjesën që e kam për zemër, që kemi krijuar një grupin ton Lab, edhe në Toronto. Kemi ato veshjet tona popullore, që buri gjithmonë i vesh edhe në protesta, i ka veshur në Toronto për vërtet. E kemi atë pjesën e Labit, që unë jam nga Vlora vlla. Nga Vlora vlla. Edhe me që jemi te Vlora, edhe këtu kemi, ndërsa po jepesh e kënga, apo shikoja çik mesazhet, kemi dhe ca vlonjat që kanë bërë disa pyetje për ty. Edhe pse pak a shumë përgjigjen u dha, një nga këto më interesante, Gentiani thot, po zgjidhja nga do vi, ne si do ta vendosim për kodin zgjedhor, që do me thënë, kjo pika e kodit zgjedhor, do me thënë. Është krijuar një kuvent, unë nuk kam marrë pjesë, do me thënë, në asnjë nga këto që fillojnë edhe kërkojnë, do me thënë nga diaspora intelektual, kërkojnë njerëz që të marrin pjesë dhe të krijohet një kuvent që të vendoset. Nuk kam marrë pjesë dhe nuk kam asnjë informacion në lidhje me këto, por e di që po bëhet diçka, po bëhet një hap dhe deri tani kanë arritur 80 persona dhe megjithatë unë besoj se nuk mund të vendosi mbi kodin zgjedhor, por megjithatë të shohim çfarë do dalë. Ça zgjidhje unë shpresoj shumë që të gjendet një zgjidhje dhe mendoj që ka njerëz që ndoshta dhe kanë menduar se si do e zgjidhin këtë problem apo këtë, por të jap ai një herë dorëheqje. Kjo është më e rëndësishmja. Ti jemi të gjithë në dorëheqje, pastaj shohim e bëjmë. Okej. Do të tregoj diçka në lagjën time kur vdiqën Veroxha, diktatori ynë që na mori në qafë për 50 vite. Por ky është akoma më diktator, pavarësisht se ne mund të flasim sot, por një shoqja e gjyshes time që ishte e moshuar dhe filloi edhe u lërinte dhe thoshte ku do vemi ne tani, ku do mbytemi ne si popull, si na ruajtën nga imperialistët, nga unë nuk mendoj se një njeri ne na shpëton nga sistemet. Unë mendoj se
duhet krijojmë një sistem që të na shpëtoj të gjithëve dhe të kemi një sistem dhe jo një njeri që të vendos për fatet tona. Po pra, prandaj duhet sipas me, po edhe besoj sipas të gjithëve, edhe kodi zgjedhor në këtë moment është shumë i rëndësishëm sepse nuk të jep hapësirë forcave të reja për të futur, se në qoftë se nuk e di, në 11 maj ishin forca të reja që morën shumë vota, por që kodi zgjedhor nuk i lejonte të merrte, të transformonte këto vota në segjë parlamentari, në vende parlamentare. Po, se ata kanë bërë atë si prandashur, e kanë bërë gjithçka. Këto pazar që kanë bërë midis tyre e kanë bërë të tillë që ne të mos kemi asnjë hapësirë. Por kush janë ata që duhet të vendosin për ne? Ne jemi më shumë. Ne duhet të vendosim dhe për ata sot, edhe për ne, për veten tonë dhe për fëmijët tanë. Por mbi të gjitha për adheun tonë, nuk është më personale, nuk është më hall personal kjo çështje. Është Shqipëria, në këtë mes është Shqipëria. Dhe nuk ka nevojë kode zgjedhore që bëjnë ata apo vendosin për fatin tonë. Ne duhet të vendosim për fatin e vendit tonë dhe fatin tonë. Sakt, dhe protesta është revolucion paqësor. Shumë falenderime për ty, Nevila, nga mesazhet që na kanë ardhur. Faleminderit që ceke punën një nga dëgjueset tonë, Elona thot faleminderit që ceke punën e valutës. Nuk është ceku në fakt shpesh kjo problem, ky problem. Po, ky është problemi i emigrantit. Për qeverin nuk është problem në këtë rast, por ky është problemi i emigrantit. Dhe ne punojmë që të sigurojmë ato të ardhura dhe mundohemi kur sejmë gjatë gjithë vitit që të vim në Shqipëri dhe këtu na zhvlerësohet edhe puna jonë në emigrim. Sakt. Me që jemi në këtë temë, një pyetje tjetër nga Elena thot, një pyetje për zonjën, do të rikthehet përgjithmonë në Shqipëri kur gjërat të ndryshojnë, ose kur gjërat për Elena është e sigurt që do ndryshojnë? Sigurisht, është vendim. Sa do e doja të thash edhe pak më parë që dielli është më i ngrohtë këtu. Është më i ngrohtë në Shqipëri. Okej. Atëherë, Nevila, këto ishin edhe disa nga pyetjet që munda të lexoja ndërkohë. Ti po më thoje që ke lindur në Selenic të Vlorës dhe ke studiuar dhe kur filloi udhëtimi juaj për në Kanada? Ose më duket se po përpara ka filluar në Itali. Jo, kam emigruar në Itali. Emigruar në Itali. Kam jetuar deri 18 vjeç në Selenic të Vlorës dhe kuptohet që babi dhe mami kishin dëshirën që të lëviznin në Vlorë pas 90-s. Morëm një shtëpi me qira dhe unë gjatë asaj kohe u njoha me burrin tim, që kemi gati 33 vite bashk, dashuria ime e parë, dashuria e jetës. Kam 3 fëmijë sot të rritur. Faleminderit shumë. Edhe u shpërngulëm në Vlorë, morëm një dhomë me qira në atë kohë, ishim të rinj, të dy filluam në polici të Vlorës. Unë isha sekretare, burri ishte me mjetet e qarkullimit. Dhe kisha shumë dëshirën që të studioja, por ndodhen disa episode, më doli shkolla për në Egypt dhe nuk munda do të shkoja vetëm për çështje feje sepse nuk arrita dot, domethënë nuk e dija që thjesht duhet të plotësonim një formular që ne do bënim disa orë feje dhe nuk munda të shkoja dhe me këtë mendim thash që më mirë po ri në Vlorë sepse ishte ajo dëshira që sapo u fejova nuk doja të lija burrin. Dhe gjatë gjithë jetës time, personazhet e mi kanë qenë komisar Katani, Russell Crowe te Gladiatori, domethënë jam për atë drejtsinë, shpata e Demokleut. Po, dhe thoja gjithmonë unë dua të bëj shkollën Akademinë e Rendit, dua të bëj diçka tjetër, ndaj dhe fillova edhe në polici. Në 97-ën largohemi rëmujrat që ndodhen në Vlorë, largohemi bashkë me burrin drejt Italisë. Ishim vështirësi shumë të mëdha të emigracioni, domethënë kemi kaluar për dokumentat, ishte koha që ndodhi mbytyja e anijes së Vlorës, që është akoma plagë e hapur për Vlorën, mbytyja e anijes me 117 të rinj dhe të reja vlonjat, aty brenda dhe një kushurira ime me fëmijën e vogël.
që akoma nuk ka parë drejtësi, është ajo pjesa, do me thënë është ajo një lajzez që i ka ngelur politikës tonë, sepse është politika ajo që bën drejtësinë për qytetarët e vet. Dhe u largova në Itali, atje vështirësitë e emigrimit nuk është e mundur, do me thënë që të integroj me njëherë vende si Italia dhe Greqia ka qenë shumë e vështirë, nuk e di për shtetet e tjera, por kisha dëshirë të studioja, por ishin fëmijë të vegjël, më pas murit më shumë ajo dëshira që të studioja në një nga universitetet e Italisë. Hapa një biznesin tim dhe e theksova dhe në protest dhe jam krenare që e them sepse kam punuar gjithë jetën time me dinjitet, kam pastruar dhe kur unë gjitha tek ajo shkalla e protestusët edhe qefën sepse njerëzit, do me thënë, ju a thash dhe pak më parë që patronazhistët apo njerëzit e politikës dua ta theksoj, ta ulan ballat, gjithë bëjnë biografinë e çdo folsi në protest, po, dhe e prekën atë pjesën time, por unë ndjej që duart e mia janë të pastra dhe kam punuar ndeshmërisht. Pasi kaloi ajo faza e rritjes së fëmijëve që ishin të vegjël me ndihmën e prindërve që i kisha afër, arrita domethënë të realizoja ëndrrën time dhe të filloja kriminologji në Universitetin e Maceratës. Njëkohësisht punoja, kisha një biznesin tim, tip lokal, një pizzeri që e mbaja vetëm për pikat e shumicës, dhe njëkohësisht shkoja dhe në shkollë çdo ditë dhe kisha dhe fëmijët që ishin në moshën e adoleshencës. Bravo. Duke parë që dhe Italia po bëj mbytse me taksat, do me thënë punoje më shumë dhe nuk arrije dot që të paguaje të gjitha taksat e të gjitha këto që ishin si në gjithë botën. Do me thënë të vënë politika kushton më shumë dhe mundohen që të taksojnë popullin atë që punon, shtresën e mesme, ta mbysin me taksa. Sepse akoma kështu është në Italinë e Vila, nuk ka ndryshuar gjë. Po, kur dëgjoj është një që mban çantën merr 4.000 euro dhe ty të mbajnë 4.000 euro në të një parlamentari dhe thua, ok, do provoj diçka tjetër. Dëshira ime ishte që të shkoja në Amerikë, ishe pamundur që të shkoja në Amerikë, me pasaportën italiane udhtova drejt Kanadas me 3 fëmijë të adoleshent. Buri nuk donte, sepse nuk donte që ta linte Italinë. Kam qenë një vit vetëm me të 3 fëmijët, do me thënë mund të them që vetëm ai Zot lart e di se çfarë kam vuajtur dhe çfarë kam hequr. Ishte një moment që unë mund të filloja dhe punë në Itali, punën e shkollës për të cilën sakrifikova dhe po. Dhe e lash po në atë moment, mbylla biznesin tim të shtunën, të dielën fluturova drejt Kanadas dhe të hënën në mëngjes kam filluar punë pastruese përsëri, sepse Kanadaja nuk jep asnjë lloj, nuk të njeh kur ti nuk ke dokument. Po. Dhe edhe kushtetutat janë common law e civil law dhe shumë nga kurset nuk më integroheshin me diplomën atje. Dhe u detyrova dhe për të marrë dokumentat dhe për të rregulluar fëmijët, fillova shkollën, kolegjin në Toronto, George Brown College. Dhe atje fillova për burimet njerëzore, sepse është kjo pjesë imja që dua të jem në kontakt me njerëzit, dua të bëj pa anglishten, ka qenë domethënë dhe ajo një çmenduri imja, megjithatë unë kisha shumë dëshirë, punoja dhe studioja me të 3 fëmijët adoleshent. Pas një viti ishte akoma më e thjeshtë sepse mu bashkua buri nga Italia dhe ja arritëm domethënë që të krijojmë një bazën tonë ekonomike, kemi diçka, një biznes tonin që ai vazhdon punon, buri, një kompani të tij dhe unë punoja në aeroport të Torontos. Si janë taksat në krahasim me Italinë? Shumë ndryshe. Shumë mirë, domethënë ke mundësinë. Dhe në krahasim me çfarë ka qenë Kanadaja më para, sot, domethënë ka ndryshuar dhe atje. Është ajo rryma globale që prek të gjitha vendet. Por prapë ishte më ndryshe, do me thënë merje frym, lirisht, mund të ustosh, nuk të peshon mendja kur në vila i thot që do shkoj për protest, do të thotë e pres biletën dhe nuk kam fit. Është ndryshe, dhe fëmijët janë rritur, akoma janë në atë fazën sepse shkuan adoleshente dhe nuk e kishin filluan edhe ata nga e para,
dhe me shkollën, do me thënë ishin të gjitha pagesat international fee, më të larta se të dikujt tjetër që ka emigruar shumë vite më para dhe paguan shumë pak në krahasim me çfarë paguaja unë çdo semestër. Megjithatë fëmijët tani mendoj që i kam të sistemuar dhe kam fëmijë me të vërtet të mbarë dhe të mirë dhe jam shumë e kënaqur dhe shumë e lumtur që më kuptojnë dhe më thonë mam, ne jemi me ty në çdo vendim që do marrësh, sido që të veprosh, ne jemi me ty dhe vinë në protest. Edhe në Kanada ku ishim vinin në protest, i kam ushqyer me shumë atë dashuri dhe jam shumë e lumtur për këtë. E flasin shqipen e Vila? E flasin shumë mirë shqipen, po dhe njëkohësisht edhe shkruajnë sepse që kur ishin të vegjël, unë u thoja që ju do më ktheni përgjigje shqip nëse unë ju shkruaj shqip. Sepse ishte ajo tendenca jo italisht, jo anglisht, dhe flasin shumë mirë, domethënë. Po. Merita jote. Edhe burri kuptohet, edhe prindër vetëm një që më kanë qenë afër. Edhe burrit. Po, është baba shëmbullar. Burrin e ke në protestë, besoj, e ke me vete, mund ta përshëndesim edhe burrin e Nevilës? Jo, ai nuk është këtu afër meja, ai është atje me marshruesit. Ka ndonjë gjithkohës atje, më tha po të lë të qetë se mos ke ndonjë emocion dhe thua ndonjë fjalë kundër meje. E kam lënë të lirë, jo gjithmonë e lë të lirë, po sot e kam lënë të lirë. Do të ndonjëherë edhe e lë të lirë. Pa pak sa kanë që të bëra. E ke lënë të lirë të luftoj për lirin, shumë interesant. Po. Okej, Nevila, unë të falenderoj, kemi një ore ca që flasim bashkë, do doja anonsojnë qofse ke diçka që nuk e kemi prekur, nuk të kam pyetur që do të thuash, që do lloj ose ndonjë mesazh për të gjithë, mund ta thuash. Unë shpresoj të kem sërish në radio. Po. Politika na ka përçarë dhe na përçau dhe na ndoqi në përbot, por shqiptaria duhet na bashkojë. Shqipëria duhet na bashkojë të gjitha. Shpresojmë. Të duam njëri tjetrin më shumë. Unë mendoj që dhe një mesazh tjetër që nacionalizmi është një ndjenjë, domethënë kur unë gjithmonë edhe në Itali dhe në Kanada gjithmonë doja të shkoja ku ishte mjeku shqiptar, ku ishte parukëria shqiptare, ku ishte edhe mendoj që ky është nacionalizëm, domethënë e kam zgjedhur gjithmonë që ato të ardhurat e mia apo diçka t'ua jap shqiptarëve dhe jam shumë e kënaqur kur shqiptarët ecin nëpër botë. Janë, domethënë, ndje e mirë sepse jemi të aftë, arrim, domethënë, të bëhemi dikush kur jemi, se mos të bëhemi në vendin tonë. Duhet vetëm të bashkohemi. Po, dhe ky është patriotizëm. Mendoj unë, duhet na bashkojë adeu. E vërtet. Nevila, unë të falenderoj shumë për kohën, për mendimet, shumë faleminderit për përvojën që ndave ti sot me ne. Shpresoj të kem sërish në një intervistë të ardhshme. Faleminderit që ishte pjesë. Shumë faleminderit. Edhe do takohemi këtu në protest. Po. Në moshën protest do takohemi të festojmë rënien e diktatorit dhe të politikës 36 vjeçare. Shumë faleminderit Maridiana. Faleminderit ty Nevila, faleminderit të gjithë ju dëgjuesve që ndenjët me ne deri në këtë orë të vonë. I përshëndes të gjithë Ju përshëndesim edhe neve, natën e mirë dhe miru ridërgjoshim të dielën e ardhshme. Natën e mirë. Zëri i diasporës nga Madiana Nuregjini. Window Radio.